Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë me gjithë ju. E vazhdojmë ciklin e ligjeratave të organizuar nga Miftinia Shkodër në lidhje me muajin Rabiul Awwal që jena tani dhe duke folur në lidhje me shembullin më të mirë të njerëzimit mbi profetit tonë ndarshëm Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Inshallah do flasim për një temë shumë aktuale, do flasim për një temë shumë familjare ku mund të nxjerrim shumë shembuj dhe mund të nxjerrim shumë mësime. Do flasim në lidhje për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si gjysh. Sot të nderuam vëllezër dhe motra, do ndalemi të ky aspekt shumë njerëzor dhe preks i jetës tonë. Roli si gjysh i të dërguarit të Allahut xhaleshanahu. Kjo temë fakt është shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë, sepse kemi të bëmë një lidhje mes brezave dhe një bazë e edukimit dhe e stabilitetit familjar. Duke pas parasysh që edhe shumë teolog të nderuar të qytetit tonë kanë has temat e caktuara dhe kanë folë se si pejgamberi alayhis salam ishte si bashkëshort, ishte si udhëheqës i shtetit e tjerë, kur nalemi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam si gjysh, edhe në këtë temë kemi jashtëzakonisht shembuj të tjerë. Sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ne ishte shembull në çdo aspekt të jetës tonë dhe në çdo moment të jetës tonë. Kur e shohim se si dërguari i Allahut u soll si gjysh me nipat dhe mesat e tij, kemi jashtëzakonisht shembuj shumë të mirë dhe kemi jashtëzakonisht shembuj që ne sot në këtë ditë mundemi me marr shembuj lidhje me këtë. Aspekti i parë që unë e kam cek dhe e kam marr si shembull është dashuria e hapur e profetit alayhis salam për nipat Hasanin radiallahu an, Husejnin radiallahu an, dhe gjithashtu për mesën e tij Umamen. Dhe kemi një hadith, një shembull që shumica e kemi dëgjuar dhe e dim, ku pejgamberi alayhis salam në një mexhlis që po u ndodhte, i puthte nipat e tij, i përçafonte, i rrokte, dhe një person që u gjet pranë në atë moment me një mendjemallësi, me një krenari të panevojshme, tha që unë kam 10 fëmijë dhe asnjënin prej tyre asnjëherë nuk e kam puth, nuk e kam rrok, duke i lënë me kuptuar të dërguarit të Allahut që kjo lloj lëvizjet nuk i shkon atij si i dërguam, si udhëheq shtetit. Dhe pejgamberi alayhis salam i përgjigjet këtij personi duke i thënë që kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Nuk është dobësi të tregosh dashuri për nipat dhe mesat. Nuk është një diçka që po i ulet dikujt autoriteti i tij, por përkundrazi, dashuria që tregon gjyshi për nipat dhe mesat e tij është një shenjë e mëshirës të atij personit në zemrën e atij personi dhe është një edukim i tyre emocional. Është një edukim që çdo fëmijë duhet ta shijojë, pavarësisht dashurisë të prindve ose pavarësisht dashurisë të axheve, tezeve e tjerë, po dashuria që ai fëmijë duhet të përfitojë nga gjyshat e tij është një diçka që duhet ta shijojë emocionalisht ai fëmijë. E dyta që ne mundena me gjetë në traditën e profetit alayhis salam, në jetën e profetit alayhis salam si gjysh, shohim në shumë raste, kemi transmetim në shumë raste që i dërguari i Allahut, pra e ceku që i dërguari i Allahut, profeti jon i dashtën, kur ishte gjysh, luante me nipat dhe mesat e tij. Lunte. Harxhonte kohë me ta, luante me ta. Dhe kemi shumë shembuj ku disa prej tyre transmeton Imam Ahmedi që pejgamberi alayhis salam i kishte marr si për Hazreti Hasanin në shpatulla, Hazreti Hasanin dhe Hazreti Husejnin, dhe teksa po luante me to, po vraponte me këto,
a ju thonte, o deveja juaj, dhe fëmijët në atë moment qeshnin, u lumturonin dhe luanin me gjyshin e tyne. E në një rast tjetër, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, teksa po lexonte hutben një ditë xumaje, nga larg pa Hazreti Husejnin duke ardh afër, tek u rrëzonte, u ngriste në moshën e vogël që ishte, si fëmijë që ishte. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ul, e morri nipën e tij dhe u ngrit edhe herë në mimber dhe vazhdoi hutben e tij, duke u lënë me kuptu njerëzve që mëshira ndaj fëmijëve nuk e pengonte për asgjë. Gjyshet duhet të ndajnë kohë për lojë dhe gëzim për nipat dhe mesat e tyne, sepse kjo ndërton një lidhje jashtëzakonisht të mirë emocionale dhe kujtime të bukura që fëmijët do t'i mbajnë mend gjithë jetën e tyne dhe nuk do t'i harrojnë kurrë. Ka shumë transmetime tjera që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës që falte namazin e tij, ndoshta ndonjëherë një nip i vinte në shpatull, tjetri i hypte në shpinë, e ndoshta i kalonin edhe mes kamve, dhe profeti alayhis salam në asnjë moment nuk i çortoi, në asnjë moment nuk u lodh prej tyne, po me sabër, me durim, ai vazhdoi namazin e tij, duke u lënë me kuptu edhe shokëve të tij dhe sahabeve të nderuar që me fëmijë duhet të sillemi në këtë mënyrë dhe duhet të vazhdojmë dhe duhet të jemi bashkë me ta. Një diçka tjetër që më bani shumë përshtypje në lidhje me sjelljen e profetit tonë dashur me fëmijët, me nipat e tij. Nëse shohim sot në 2025-ën, shumica e psikologëve dhe e pedagogëve të fëmijëve e cekun si një diçka shumë të rëndësishme, që në momentin kur ne flasim me fëmijët tonë, qoftë në thojza, edhe i çortojmë fëmijët tonë, duhet të ulemi baraz me ta dhe të komunikojmë me ta. Sepse për ndryshe ai fëmijë do fitoj frikë, ai fëmijë do fitoj një ndjenjë jo të mirë për personin karshi. Dhe nëse e shohim në transmetimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut, në asnjë moment, në momentin kur ka taku një fëmijë, edhe nëse ka dashur me përqafu, edhe nëse ka dashur me lanë një porosi, edhe nëse ka dashur me tregu një diçka, profeti unë i dashur gjithmonë u ulte në gjunjë, u bate baraz pesh me atë fëmijë, edhe fliste me ta, e përqafonte dhe i tregonte diçka. Profeti unë i dashur sallallahu alaihi wasallam, kjo është një diçka shumë e rëndësishme, sidomos edhe për kohën tonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka dëgjuar të nderuar vëllezër dhe motra, i ka dëgjuar të vegjëlit. Edhe nëse ndoshta ka një diçka që e pa kuptimt, ose ka një diçka loj, ose ka një diçka e pa interesueshme për profetin tonë dashur, i dërguar i Allahut në momentin kur ata kanë filluar me fol, dhe deri në momentin kur e kanë kryer, i dërguar i Allahut i ka dëgjuar dhe i ka pa në sy. Dhe kjo ka treguar që në momentin kur ne fëmijët tanë, evlat tanë, i dëgjojmë, i shohim në sy, fjalën e tyre ndëgjojmë deri në fund, kjo tregon që ka të bëjë me një formim karakterit të mirë tek fëmijët, një vetbesim, një fitim vetbesimi tek fëmijët tonë. Dhe profeti unë i dashur sallallahu alaihi wasallam këtë gjë e ka bërë para 1500 vjetëve. Dhe ne e shohim që sot që këto janë temat më të rëndësishme lidhe me këtë gjë. Profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam i respektonte nevojat e fëmijëve. Profeti i dashur i lente disa angazhim dhe kur e merrte vesh që fëmia i filan sahabet ose dikun në mahall ishte i sëmur, i dërguar i Allahut atë e vizitonte dhe e pyeste dhe e ledhatonte se për hallin e tij
dhe i gjindesh pranë. Profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam i respektonte fëmijët dhe nevojat e tyre. Kemi një shembull jashtëzakonisht të bukur në lidhje me këtë gjë, ku transmeton Nesai, ku profeti Muhammed një ditë po falte një namaz. Dhe në atë moment Huseini radiallahu an, si fëmijë i vogël që ishte, në momentin kur profeti Muhammed ishte ul në sejdë, ai i hyp sipër në shpinë. Dhe profeti unë i dashur duke e pa që fëmia ishte sipër, e zgjat aq shumë sejdën e tij, sa sahabët që ishin të pranishëm aty në mesxhit fillojnë edhe merakosen, sepse u zgjat sejdë dhe u merakosen se mos i ka ndodhur diçka profetit Muhammed. Dhe në momentin kur i dërguari i Allahut pas një kohe e kryen namazin e tij, e pyesin o i dërguari i Allahut, u trembe sepse thamë mos kishte ndodhur gjë, pse zgjatë kaq shumë sejdën tande. Dhe profeti Muhammed i thotë që djali jem, pra për Huseinin radiallahu an, ishte sipër në shpinë. Dhe unë nëse isha ngri në atë, isha çu në atë moment për i sejdët, ndoshta fëmia ishte rrezu, ndoshta fëmia ishte ra dhe mund të ishte vrarë dikon. Prandaj unë e zgjata sejdën time dhe u çova më avash. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se edhe gjatë adhurimeve që është pjesa më e rëndësishme e jetës tonë, pjesa më serioze e jetës tonë, duhet kemi durim. E duhet kemi mirë kuptim për fëmijët dhe për evladët tanë. Kjo nuk është një humbje përqendrimi, kjo nuk është një humbje atij namazi, kjo nuk është një diçka negative në lidhje me atë adhurim që ne po bëjmë. Përkundërzi, është një shfaqje mëshirës në zemrat tona. Është një shfaqje mëshirë dhe butësiet në zemrat tona që çdo njeri prej nesh ka nevojë këtë gjë. Çdo njeri prej nesh duhet ta shfaq, e sidomos në këto kohë kur zemrat sa më shumë janë ngurtësu dhe sa më shumë kemi nevojë që këtë mëshirë ta tregojmë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një pikë tjetër, kemi të bëjmë me edukimin e fëmijëve. Profeti Muhammed, kur bate fjala për edukim të fëmijët, merrte shumë parasysh moshën e tyre, por nuk e ndalte në asnjë moment edukimin e tyre. Kemi në një transmetim ku Hazreti Hasani radiallahu an po merrte një hurmë për me hangër, por që ajo ishte nga sadakaja. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e mëson nipën e tij edhe pse në moshë të vogël që ne nuk hajmë nga sadakaja. Dhe në një moment tjetër, teksa vajza e tij, Fatimia radiallahu an, e thret djalin e tij, fëmin e tij që hajde se do të jap një hurmë, profeti Muhammed e shef situatën deri në fund. Dhe i thot vajzës së tij, do të isha hidhëruar shumë nëse ti do e kishe thirr fëmin tënd, hajde se unë do të jap një hurmë dhe nuk do t'ja kishe dhënë, domethënë thjesht ta kishe përdorur që thjesht ai të vite. Prandaj kjo është një diçka shumë e bukur, kjo është një shembull shumë i mirë. Domethënë që nëse ne mund të shohim që për një fëmijë ne e përdorim shumë, që hajde se do ta jap këtë gjë, ndoshta edhe përdorim këtë gjë thjesht edhe për me thirr deri këto, për me ardhur deri këto dhe ndoshta nuk ja japim. Po kjo është një diçka negative në rritjen e tyre, sepse humb besimi tek prindi i tij dhe humb edhe vetë besimi tek ai. Prandaj që edhe pse në moshë të vogël i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë që fëmijët duhet të edukohen. Fëmijët duhet të edukohen me moralin, fëmijët duhet të edukohen me vlerat e Islamit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u luste, bëte dua shumë shpesh për ta. U luste në çdo moment për ta. Dhe kemi një dua jashtëzakonisht të bukur dhe që pejgamberi alayhis salam shumë shpesh e bante këtë dua, ku ju drejtonte krijuesit të gjithësisë duke i thënë: "O Allah, unë i dua ato të dy." U bëte fjalë për nipën e tij Hazreti Hasanin dhe Hazreti Huseinin. Prandaj duaj edhe ti. Dhe nuk u mjaftonte me kaq i dërguari i Allahut dhe thotë që duaj Allah ato që i duajnë, do t'i duan nipat e mi Hazreti Hasanin dhe Huseinin.
gjysherit dhe prindërit të dashën vëllezër dhe motra. Duhet i përfshin fëmijët e tyre në duat e tyre dhe të kërkojnë mbrojtje tek Allahu për ta. Ne dim shumë që një ndër duat më të pranuar është edhe janë edhe duat e prindërve. Prandaj që ne si prind duhet sa më shumë që të bëjmë dua për evlat tonë. As që bëhet fjalë që duaja më e mirë është që ato mos të largohen nga rruga e drejtë. Ato mos të largohen nga rruga Allahu xhaleshanu. Mos të largohen nga vlerat morale, mos të largohen nga vlerat islame, mos të largohen të bëhen të dashurnit Allahu xhaleshanu. Sepse çdo gjë tjetër në këtë dynjë, qoftë një profesion i mirë e tjerë, këto janë të kalueshme, po që edhe këto ne nuk duhet i hekum nga goja jonë, nga duat e tona. Drejtësia dhe barazia përmendme gjithashtu në lidhje me edukimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si gjysh. Gjithmonë ishte i drejtë në trajtimin e nipërve dhe mesave dhe në asnjë moment nuk favorizonte askënd. Kjo na tregon një rëndësi të madhe që çdo prind, çdo gjysh duhet të jetë i barabartë me nipat e tyre, me mesat e tyre, me fëmijët e tyre, sepse kjo ka të bëjë shumë në formimin e tyre të karakterit. Profeti Muhammed ishte shembull i lartë. E jo vetëm si pejgamber, e përmend edhe në fillim, po si burr, si baba, si udhëheq shtetit dhe në pjesën e fundit të jetës së tij edhe si gjysh ishte shembull për ne. Ndërtoi një marrëdhënie të mrekullueshme ku ne kemi shumë shembuj me nipat e tij, me mesën e tij umamen, një jetë të mbushur me dashuri, një jetë të mbushur me hare, një jetë të mbushur me lojna me ta, një jetë të mbushur me edukim dhe me drejtësi. E ne të nderuar vëllezër dhe motra, nëse ndjekëm këtë shembull, familjet tona do të jenë më të bashkuara, familjet tona do të jenë më të mëshirshme dhe shoqëria do të jetë më mëshirshme me brezin e arshëm, sepse brezi që po pason, fëmijët tanë kanë nevojë për ushqim shpirtëror. I lutemi Allahu xhaleshanahu që çdo njërin prej nesh në një moment të jetës tonë të na bëjë gjyshër të mëshirshëm, të na bëjnë prej shembullit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që të mbjellim dashuri në zemrat tona në brezat më të arshëm. I lutemi Allahu xhaleshanahu që të na japin aftësi të edukojmë evlat tanë në shembullin e tij, sepse siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam, nuk ka pasuni më të madhe që ne mundën na milon evladët tonë, fëmijëve tonë, ashtu siç është edhe edukimi. Allahu xhaleshanu na baft gjysha, na baft gjyshëri si dërguari i Allahut dhe na i mbush zemrat tona me mëshirë, me nipat dhe mesat. Allahu xhaleshanahu na pasoft me shembullin më të bukur të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.